Ne këtu të gjithë, zoti Rakipi, të gjithë, domethënë edhe Batoni ra dakord që lufta nuk po shkon mirë për Amerikën, e para. E dyta, sikur ju sapo e thatë apo komentuesi juaj, amerikanët nuk donin që të hynin në këtë luftë. Kjo nuk është lufta e Donald Trumpit dhe Amerikës, por është e kriminalit të luftës Benjamin Netanyahu. E treta, po të shikoni, nëse keni parë deklaratën për shtyp sot të kryeministit britanik Starmer, ai e tha në mënyrë të hapur, dhe britanikët zakonisht nuk janë të hapur, që ne nuk do t'i bashkangjitemi kësaj lufte. Nga që NATO, Bashkimi Evropian, e di që kjo nuk është luftë e perëndimit. Kjo është luftë e një kriminali lufte që strehohet nëpër bunkerat e Tel Avivit me emrin Benjamin Netanyahu, të cilin iranianët pretendojnë që e kanë vrarë dhe ai u bë prej disa ditësh që nuk shfaqet më, dhe duaja ime para Allahut është që ta kenë vrarë dhe ta kenë dukur. Jo, ai doli tha, se ka vdekur, thamë, po vdes për një kafe, tha. Bën video me artificial intelligence, sepse në takimet zyrtare të qeverisë izraelite ai nuk po shfaqet prej disa ditësh. Mungur në kabinet. Dhe lutjet ndoshta e 90% njerëzimit janë që ky kriminal lufte të zhduket. Shë përmen kështu me shifra. Përmen shifra që kur gjohit që janë ato. Një moment. 90%, 70%. Dhe dua të them që pretendimet fillestare të amerikanëve dhe izraelitëve kur vran Imam Ali Khameneinin ishin që ne do presim kokën e oktapodit, do rrëzojmë regjimin, Irani është vend i rrezikshëm dhe terrorist, të gjitha këto kanë dështuar. Në fillim Olsi e nisi kështu tha dua pak tha vetëm një aneks të vogël këtu te komisioni jo, dhe tha Irani tha e ka gabim, Izraeli e ka gabim tha se Amerika është e mirë. Tani bëri bashkë të dyja dhe thotë që të dyja duhen shkatruar duhen. Pse erën e parë tha, po fillim tha është një luftë, tha, nuk është luftë e Donald Trumpit kjo, tha, janë të ndryshme. Ja futi Izraelit në fillim dhe Netanyahu, tani ja futi Amerikën. E perandorisë do amerikanë, do dhe Evropa, një minutë. Sepse një muaj më herët, Trumpi po kërcënonte Evropën, po kërcënonte Danimarkën, që është vend i NATO-s dhe i Bashkimit Evropian, thoshte që unë do të marr Grënlandën. A rezikon të përshkallëzohet kjo luftë? Në fakt, duhet ta kuptojmë që Jo, ikim da. Armiku më i madh i Evropës nuk është Irani. Është Amerika dhe Izraeli. Kanë armiq më të mëdhenj. Irani ka kërcënuar, e spjegoi Gjinishi, që centralin në bërtamor të Dimonas, nëse ka përpjekje për ndryshim regjimin, zoti Gjinishi, a ka vërtet mundësi që Irani të godasë efektivisht këtë centralin qyteti? Fare shkurt. E ka goditur? Po goditi në periferi centralit. Apo është paralajmërim bosh? Po pra, ishte paralajmërim, goditi në periferi dhe ky është një nga rreziqet më të mëdha, domethënë, sepse në momentin që nuk kemi një ofertë, në fundit gjitha luftrat përfundojnë tavolinë, por në momentin që nuk kemi një ofertë shpejt ose një angazhim shpejt palëve për të ulur në tryezën e dialogut me A ka rrezik të Gjinishi, unë s'dija, s'kam asnjë informacion. Logjika më thot që Irani momentarisht garda republikane o dhe se kështu kur ka vendime politike nuk ka kësi u dhe raketave. Po se edhe Mushtabe Khamenei nuk ka dalë në publiko, sepse edhe ai është i plagosur. S'ka dalë asnjëherë. A rezikon të përshkallëzohet kjo luftë? Vetëm generalet po gjujnë raketa. Ky është problemi i madh, se politika është jashtë loje. Po pra. Gjinish, sa ke lexuar ti? Po do përshkallëzohet nëse do të merrni pjesë. Po ta pyesësh sot do përshkallëzohet. Perëndimore krahas Amerikës. Nëse më lejon edhe një koment kështu, domethënë pavarësisht të konfliktit që ndodh në këtë arkitekturën e madhe gjeopolitike botërore, në këtë arkitekturën gjeopolitike botërore që po kalon këtë fazë tranzicioni në rrugtimin e saj për krijimin e rendit të ri botror, secili se ne këtu e nisëm kritikën edhe ndaj Ramës, secili duhet të shkojë interesat e vendit vet, dhe vendi jon nuk ka interesa. Nuk e ka armik Iranin, po sigurisht nuk ka interesa as në Iran, as nga dieshulli. Interesat tona janë në Unionin Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe kjo duhet hequr ky lloj diskutimi për të shpallur armiq, se nuk kemi keq për armiq. Domethënë duhet bëjmë dua që këto miq tan BE dhe Shtetet Bashkuara. Shiko, meqense përmendet duan, po nëse më lejon, do të tregoj një histori të çuditshme. Në kohën që Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin në luftë, Abraham Lincoln ishte kreu i një respal, edhe në një moment caktuar futet në çadër dhe gjen generalin e vet duke u fal. Abraham Lincoln ishte një shumë fitar. Kjo është edhe Bibla Lincolnit që është sot e kësaj dite në Kongresin Amerikan. Dhe i thotë generalit vet, çfarë po bën, thotë? Po lutem, thotë.
Po lutem thot që Zoti tjetë në krahun tonë. Ai fillon qesh. Mi po kjo ishte një lloj blasfemie për kohën atëherë. Dhe i thot Lincoln, generali, thot, pse po qesh, thot? Sepse dhe nga krahu tjetër, thot, ka një general që lutet që Zoti tjetë në krahun e tij. Më fal, thot, por çfarë duhet bëjmë, thot? Lutu, thot, që ne të jemi në me Zotin. Dhe jo Zotit vine jam. Kështu që kjo historia e lutjeve në herë është edhe çik abuzive, sepse një të vërtet ka në të gjitha besimet, duhet ta kaloj këtë, që Zoti nuk qëndron në pirgjet e gufomave. Dashuria për Zotin dhe mesazhi i Zotit se fillove tani në pirgjet e gufomave. Fillove tani. Jo, ta ndajmë pjesën e Zotit me këto histori tash. Rrezikon për shkallëzohet kjo luftë me nga dy fjali. Kush mund të thotë? Shko se ne edhe në Jo, ne doa përgjigjen e pyetjes. Po, unë nuk besoj që po shkon drejt për shkallëzimin, sepse edhe mos përfshirjen e shteteve perëndimore në krah të Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë edhe me një mision me vlerë të kufizuar siç është shoqërimi i këtyre anije cisternave, tregon që diplomacia po funksionon. Ka një përpjekje franceze për të negociuar, edhe vetë Vitkofi ju e përmendet që është duke ka kanale ndoshta për drejta me Iranin, dhe do duhet të kuptojmë se asnjëherë nuk e kemi thënë këtë, cili është objektivi minimal i amerikanëve. Sepse ju vetë thatë që Trumpi po i ndryshon ato vazhdimisht. Nëse është marrja e uraniumit, cili shërben për të bërë bomba, 12 bomba sa që flitet, apo nëse është shkatrimi këtyre raketave. Mos bëjmë komentet gjata, nga që keni lexuar më shumë. Unë mendoj që ka hapësirë për pasojat paqe. Për shkallëzohet tua? Unë nuk mendoj, edhe unë bashkohem me mentorin që intensiteti i sulmeve nga të dyja palët ka rënë faktikisht të 2 ditë të fundit dhe mendoj që palët janë interesuar gjej një zgjidhje. Varet nëse Netanyahu është i gjallë, sepse ai është njëri i çmendur. Ti gjithmonë mendon që ai është i çmendur dhe është dhe Alfred Çako, ai thotë që ai, domethënë ai Alfred Çako çfarë tha? Ka vdekur ta. Dikta sot Netanyahu. Ka disa ditë për Netanyahu. Nëse nuk ka vdekur, ka mundësi që ose të ketë atak kardiak, nga që ai vuan nga zemra. Nga frika. Jo, është fakt, është nga frika. Ti je i atashun. Kam pa kështu. Por lutjet e njerëzimit është që ai kriminal lufta, ai Hitleri. Pasoja që ka prodhuar lufta në ekonominë globale janë rritur në raport me emisionin e të kaluar. Tani, vetëm e përmendi pak Batoni dhe ne kaluam shpejt. Kriza më e madhe është çështja e Huanit, që përmendi Batoni, sepse për herë të parë ndryshon rendi financiar i transaksioneve të dha, po unë do të jap 2 shifra të fundit, zoti Rakipi. 7.7 miliard fuqi nafte kalojnë në Hormuz për një vit, që është 1 trilion. Dhe 120 miliard metër kub gaz, që është gjithashtu 1 trilion.